I kom dy momente shumë interesante të jetës teme që kanë njëherë as më shpjegu. Ka qenë një moment kur unë kom shtu në luftë. Babi më ka përqaf dy faqet dhe më ka thonë ti të ndoshta është mirë na pak më ndo. Mirë mbrama, mirë se erdhët në Ilir's Podcast. Sonte e kom musafir një regjisor, producent, menaxher, tona, vjen nga një vend që ka prodhu me të vërtet shumë ikona të artit, është Astrid Bytyshi, regjisor I papam. Mirë se erdhe Astrid. Faleminderit për ftesën, faleminderit për hapësirën, ama prezantimin që më bone gjysh peni veten mu qua një herë me hyrë në skenë dhe me që kush po vjen gjë ky njeri. Po edhe duhet edhe je Astrid, nuk je bashkë me dho, po je kogjan I njeri. Ki kogja sfaqe plus je student I profesorit Fadil Lysa. Kam qenë. Fal ke qenë u habita una pet je kon e vërtet është e vërtet. Edhe Astrid çuçi mas pari po të ves. Mirë, Ilir, faleminderit edhe një herë për hapësirën edhe për momentin që na dy pas një kohë shumë gjatë jemi të taku këtë format këtë punë, kështu që faleminderit shumë. Ky format I ri për mu, Astrid. Okej, podcast I ri, po më duket interesant, po kom qef mi thirrë edhe shokët, që të edin na boj muhabet në për kafe. Edhe pse kom menu që kemi më thirrë pakës ma herët. Për me? Po, kom menu që jam në ata listën e atyve shokëve pak më të afërt, po kisha qenë diçka ka fundi që e këshy listën. Ja, di që po bënaj gare, e di po. Qyre. Faleminderit është kënaqësi. Ilir seriozisht është kënaqësi të jena bashkë dhe na kena punu një kohë bashkë me një shfaqje, kështu që ka qenë atje shumë kënaqësi kur ki pranu që na me punu shfaqjen e diplomës të masterit, kështu që ka qenë shumë kënaqësi na më konë bashkë dhe ajo pozitiviteti yt kur kena punu ka nimu shumë gjatë procesit krijimit të shfaqjes. Faleminderit Astrid, po kena me fol për atë shfaqje, kena me fol se ka alamet aktor në shfaqje, nuk kemi epokat të tjerë. Do me thonë kemi edhe kolegë të tjerë që kanë luajtur, kanë kontribuar, kanë dhënë maksimumin që me të vërtet kanë shkëlqyer. Për fat keq nuk ka ecë diçka, po sido që tjetër kena me fol për ato. Mas pari Astrid, mujt e marr, çush kalove rrugës. Mirë, edhe pse rrugës zakonisht gjithmonë me kolona, me kësisane. Pse erdhe vetë nuk ma more dajnë bro, unë të thash merr ma dajnë bro, po ta qef me postu, bashkë po ti vetë erdhe. Më sugut. Pse? Më sugut. Se mundet më konë... Më javë tjetër nuk vjen ai. Garant. Më sugut se mundet më ardhë dhe. Që suareka se keni edhe butrit I lumi. Edhe ai tha, e keni bo fori e tret, garant e keni bo, se kom pas qef të treve me ju pas, të treve këtu bashkë me folme, po ju po keni qef mu do. Pse astresinit bashkum? Kur kitë publik Kosovës, duke fillu nga mos folëm të bashkuar për një qëllim. Jo, Ilir jena të bashkun, fatmirësisht, seriozisht, fatmirësisht jena të bashkun, sidomos na tre, edhe pse kemi edhe tjerë njerëz afër vetit, mirë po, na tre nuk dalim asnjëherë kafën e mëngjesit me pipa shkru me njëri tjetrin, që unë dola nëse ju jeni të lirë, muni marr. Garantas njëri s'është I lirë, po s'ka lidhje. Po e gjoj. Aba ja, dikush gjinet, për kafe po. Po ta garantoj, da e mbro gjithë e ki aty. Po, sigur. Butrin tini kena pak ma shumë të angazhun. Si ta e brokëm duke të në 3-4, se e ku po, kur më thirë I lirë, ku je që ishtu fësh Kosovë, hajde se erdha. E thirë ti ku je Suarik, da e bronë Suarik. Po, Suarik. është I gjithanshëm. I gjithanshëm. Po, ku ta lipi shëgjën. Butrin tini pak e kena ma largë, se a I bu... Butrin tini bu Prishtina li. U vendos këtu. E kështu me da e mbrokin a me tani, e kështu shimi ma shpesh, po më sugut se ka mundësi javën tjetër a gjithë që shpukon këtu. Po të një me ma bo, befasi mu pëlqen befasinat. Ilir me pasar në tret bashk, apëtin gjysh pismirës, nuk ish hongër. Ishte pru. E di. Që ka dal. E pse jeni shumë mikpric ju anena ka Suareka. Sun komplet shumë Suareka, kom Rushdën, për shembull Shatra dhe Truzdi Kurtisha, kom Bajramin, Lumin. Okej, tash pak një farforme pak më serioz, mirë po, ma ka thënë këto edhe një shok tjetër, Afri Muçaj, se kena punuar një mural, një vizatim në komunën e Suarekës me mentor Berishën, edhe në momentin që ata kanë ardhur në Suarek, unë I kom ftu në shtëpi me hongër bukë edhe me nejtë edhe ma ka bërë këtë pyetje. Pse ka thonë gjithmonë kur vim këne,
ju nuk e keni mendimin që me dal me pi kafe diku, po për nëna në shtëpi. Na është kulturë familjare. Unë po mendoj, kështu që njerëz që i vlerësojmë dhe që jemi bashkë, kemi qef mi pas edhe familje dhe në atë vendin ku na jetojmë. Bravo. E di se me të vërtetë se ardh vija atje është një pritje madhështore, është interesante. Po më nomi. Jo, edhe kur kaloj ka një herë, po duhet mos me postu diçka se i kom një 20 telefonata. Hey, pse si na kem aty, pse su lajmërove, tani po do të më thonë, veç kalova, kisha me shku te në Prizren, e veç kalim. Po kalim thë një kafe. Është nështë kulturë familjare në cilën jemi rritë dhe kemi marrë atë kulturë prindve tonë. Bravo. Po besoj se çaj është. Bravo. Asti çaj të bu, mot të s'kom po. Çka i të bësh tash, me çka po merresh? Na regjisorët realisht nashta nuk shihmi moment që nuk shihmi, aty është nashta të ndo puna më e madhe. Çe po ndodha stret. Ai drejtë ta teatr mos se jeni bu film. Ban fund po, ka përfundu objekti. Bravo. Po jemi në proces me themelim teatrit, kemi bë kërkesë. Kemi bërë në komiteti artistik aty në Suarek bashk, kemi bërë kërkesën Dijet Braha, e Butrinti, e Rozi, e gjithë ata që jemi atje në Suarek. Edhe tash po presim. Nashta për shkak të mos themelimit qeverisë janë të shku do procese pak më vrasht, e sidomos kur vje puna për të na. Çaq shkon zhag, e çaq vanohet, e çaq dalin pengesa, sa ti nuk mundesh me imagjinu ka ke ky. Çaq shpiken ligje. Dolin do rregulla të reja, do mirë po. Nën rregulla. Nën rregulli tani, nën rregulli ka dhe një disa nën rregulla tjera. Tala dolin do nene, më natë në rregull. Kur del nën çatëre dihesh që s'ka kur fa rregulli mo. Kështu që po presim, seriozisht tash e kemi pas një farfati shumë të keq. Për shkak që si fillim objekti na u ka vanu, na u ka stërvanu. Shumë. Diku një 8 vjet. Teta ma shumë. Jo, një diku 8 vjet është vanu procesi, edhe pse ka pas më kryej shtëpi për 2 vite. Po veç ju nuk keni nali, keni bashkë. Jo, fatmirësisht. Edhe kjo ka qenë bashkëpunimi jon i mirë me Brahën, e Butrintin, e Rozin, që na gjithmonë kemi bë projekte të ndryshme, mirë po prapë jemi kthyr në Suarek. Aty kemi tash dihet më festivalin e teatrit. Është tash edicioni i 6 si vjet që kam bë. Edhe gjatë ton vitin na me Brahën kemi punuar për shkak që kemi dalë në terren, kemi pa shfaqje, cilat ma shumë i kemi kqyr shfaqje të cilat na përshtatën neve për publikun tonë, se e dim një farë forme çfarë mentalitetit publikut kemi edhe çka po dojmë na aty në më afro, për shkak që ata ma shumë po janë dhonën pak ma shumë ka komedia, a vjen edhe jo për shkak shfaqjeve që na mi nervësu ato që ndoshta nesër nuk janë festivalin ton, a vjen, se ato kanë vlera të veta, i respektojmë mbi gjithë për punën aty në që kanë bë, mirë po pak po dojmë na mi pas shfaqje të festivalit tonin që cilat i përshtaten audiencës tonë. E kështu që na kemi punu ton vitin. Bravo. Me Brahën nuk kemi lënë vend shfaqje pa. E tash jemi pak në atë fazën kritike për me vendos shfaqet, edhe na kanë ardhur shumë kërkesa po për më qenë pjesë në festival, për shkak që po gjatë 3 ditë, 4 festivali. 5 ditë gjatë, po 5 ditë, edhe është një ndër festivalet besoj që kemi filluar shumë fuqishëm, ty pas parasysh mbi të gjitha sinqeritetin dhe qasjen pozitive ndaj artistave që janë pjesëmarrës në festival. Mbi të gjitha kemi luftuar në ekip na që artisti që vjen te na muni artist. Mja bo respektin, vlerën që ai kur të vjen festivalin ton unë artist. Edhe na deri tash nuk e kena vendos me pas konkurus. Është ma shumë jemi të luftuar që me ardh, me pa shfaqjet, me ardh artistat, me performue në skenë të teatrit ton, edhe me një atë afërsinë, atë kënaqësinë e publikut për punën ata që e kanë bërë. Bravo Astit. Po apo keni ndihmë, apo keni sponsor, apo keni donacione, se ju pak Suareka dhe njët nga ana e anës materiale ka goxha pasanika në atë pjesa nena, përveç artit dhe kulturës. Fatmirësisht bizneset tona në Suarek janë të zhvilluara. E di. Mujnë me bëu edhe më shumë. Ka mundësi më bëu edhe për apo bojnë pak barëm. Po, pak. Ajo shumë e rëndësishme. Mirë, po këtë anë ka më shumë përgjithësi Braha se mirët me është edhe është edhe producent. Është producent. Është edhe producent, edhe ka shtëpi filmike, është shtëpia filmike Dielli. Dielli, po e vërtet. Kështu që Braha pak më shumë e ka ngarkesë, na kupton. Aty pak edhe ja kanë hotrin. Edhe ka rreth pak ma të gjonë, se na... Edhe ka një pak ma ndryshe. Po, edhe është pak mosh ma i përpara neve. E ka një shprehje, thot, kur s'munesh me marrë dikon me pak pore, merr me shumë pore. Gjithçysh.
Dallon vetëm çmimi. Çmimi. Se për me marrë. Me marrë ajo nuk diskutohet. Po vetëm varet prej çmimit cillin e afron. Do me thonë pas këtë pak sponsor. Po, kemi sponsor. Sidomos këtë të fundit, po besoj që e kanë parë ata seriozitetin ton, çështjen tonë në publikun, cillin pe don artin Soarek dhe realisht në gjithmonë kur nuk kemi vujt për publik. Bravo. Pavarësisht çka kemi organizuar në Soarek, ti publikun i ki ofër. Ki pas raste edhe ki lut në Soarek edhe ki qenë pjesë në festival. E di që je kon me Fionën. Po, e vërtet. Edhe kështu që e ki pa që çastin që dhe kanë. Sidomos këtë të fundit festival, një 2 ditë ka qenë shumë kohë e vështirë, ka pas shi. Që e vërtet. Edhe kemi mendu që gjithmonë nethe ta mëne ndrejshëm atë ambientin përpara, na u prish me drita me zane, thoshim kanë më na dështu. Kaqa kishke shfaqen. Edhe imagjino të orë publiku kaqa ty thon ku janë ty shkubar, s'kisha livrejtu në shtëpis. Kështu që u kanë shumë një energji, pavarësisht pi lodhjeve, pi angazhimeve, sana që e bojnë për ta, mirë po kur po jone ata afër neve, po shumë knatësi e madhe. Këtë po harruan ato. Mra pas skenat ato hekit, se realisht na e kemi marrë festivalin në skenën e Fellbahut. Është qendra rinore në Soarek, që duhet mi falenderu shumë ata, që na kanë dhënë hapësirën, pa diskutim. Mirë po, ka pas momente kur neve na ka hyrë ujë në skenë. Edhe gjithmonë artistat kanë qenë ofër neve, mi rënë shfaqet për shkak që e kanë pa çastjen tonë, energjinë tonë, vlerësimin tyne që javë kemi bërë. Bravo. Astit, mu t'i s'kom pa me shfaqet, do me thonë, ka një vjet diçka, a nuk kom një, diçka, që ka ndodhë, ke një farë pauze, ke qenë jashtë Zvicra, ku ke qenë? Po, Ilir, kom lëviz ka pak. Po. Mirë po, edhe kom nis me punu pak me vetën, për shkak që nuk pisho shfaqet vetëm si numër, pisho shfaqet si vlerë artistike, cilat që ato që po menoj me realizu, po du mjagon që rënë atave 200% asaj shfaqes. Adi në fundi shfaqen e kom pas të Miro Gavronit, e që kena punu me brahën në komunën e Shtimjes, realisht ne kemi dash me dhonë edhe në Soarek, mirë po për shkak të hapësirës se nuk na ka mundsuar për me dhënë atë shfaqje, e kemi dhënë në komunë Shtimjes, na kanë dhënë hapësirën e teatrit, e kanë bërë një teatr gjatë mirë. Shtimja. Po Shtimja. Bravo. Po shumë e kanë hapësirën e mirë, që mundet më të shërby, për idet me realizu një shfaqje mjaftueshëm. Pse këtë me Miro Gavronin po meni edhe Debra edhe shfaqjet më herët I ka pasë bashkë I keni punu. Po ka qenë më thonë drejtë një ide pak idejes bra, ma ka përmend si tekst, mirë po tani na e kemi adaptuar. Bravo. E kemi afruar pak kana, e kemi realizuar në komedi, mirë po ajo çështja jeme pak unë anoj pak absurdi, e du anën e absurdit, nuk na ka dalë ajo komedia qysh na kena dasht, wow komedi. Për shkak që unë çastin e kom pak më anës të absurdit. Mirë po, si shfaqje e kanë pranuar publiku shumë mirë. Bravo. Na kanë thonë fjalë të mira, shpresoj që është Çaj është menaci. Kështu që okay. Çaj është menaci. Ka qenë vitin e kaluar ka qenë shfaqja, cilën e kom punuar me Brahën edhe me Ali Demin edhe Arbnor Nuhën. Po me Arbnor po punoni shumë. Po e kena botonën. E keni bot juven. Po e kena botonën. Po shpresojmë që kur ta themi lojm teatrin me marr në Soarek. Në ansambël. Nëse vjen. Po ma mendja që po është aktor I mirë shumë. Kam përmendur duket aty diçka po. Unë kur vi veç kështu. Ama da e bra kur të vjen da e bra këtu në studio. E bashkë me vetë. Ja bësh një pyetje. Bashkë me vetë. Në Zvicër pa shkon te vllau hiç. Po, kum dal, realisht unë jam kon Ilir në Zvicër, kom jetu aty janë 2 vjet. Po e di që ta bëdu me të lidh pak se. Po, e tash kesh këtë vit pak me familje. Edhe vajzën e more? Po, vajzën. Pesa djalin. Edhe djalin. Po djalin më ka rrit 3 vjet, më ka vë. Që para se me hin studia po më thirri. Thirri babi ku je. Ja, pse sa mirë është më kon familjarë. Po, shumë. Kur të thësha kur martohesh nuk është mirë. Ti theshe jo mirë është. Po a disha jo thonja jetoj sa jetoj dhe në fund u martua. Aty përfundon gjithçka. Dana më nuk jetojsh për veti. Unë po mendoj, se tana gjithmonë mendojsh për diçka tjetër, për fëmijët, për muzxhanun, familje. Po kjo është procesi I jetës. Do të më shtyj jetën në procese të cilat veç jemi ty. Kemu ballafaqu deshtëm që ke puna pret astrit ç'a më bë. Zvicër ç'a po pun? Ç'a bojsh te vllaqa? Jo, realisht kur shkoj vizitor. Po ç'a bojsh diçka me ke pas një mini TV atje, ke kanë mini TV në Zvicër. Po edhe më ka shumë jam kënaq realisht. Po ç'a do të thotë? Se unë nuk e kam ditë se realisht ti e din unë për çallë filma dhe
jo unë, po në kërët që jemi kësaj fushës, vetëm që sa mirë po e kishin një program mini TV, edhe aty ishin të ndame serialet. Tonat. Po. Ish me kafenea, me gjitha serialet tona që ka lujt familja moderne e kombinati. E unë e vdes mas kombinati. A thu? Po. Pse Astrid? Se aty është komedi, aty jonë aktor, aty je ti. Unë po. Që të është të medalë? Që më të përmërë? Që ti vol. Gjithë janë. Kombinati seriali mirë shumë. Shumë është i mirë, unë shumë e du. Edhe e përjetoj që sa herë kanë hi familjarët që më kanë gjithë mu vetë televizor, unë e kom pas kombinati të kësha. Seriosisht. Nuk po du me exageru. Garat të i thonë aty që e kom shokin ma mirë për mu, po të thonë. E di. Ama një diçka kom gabu, për shkak që nuk ta kom që një video, një story që me thonë që edhe në Zvicër jo, po të përcjale. Po, o doshtë Astrid. Që o konë ma mira i lirë që i kom vizitu shumë teatrë në Zvicër. Edhe që thonë ata luftën më të madhe dhe kom pas edhe kërkesën ku po shkojmë sot, unë veç ku në teatri më i afërt. Hajde shkojmë. Hajde shkojmë. Diku në kafe, në restoran, kryesisht. Kishin edhe diçka shumë e mirë që ishin shqiptarët kishin përparu shumë dhe unë vike shumë mirë se ishin do vene në Nyon në bashkunsht hoteli Real Madridit dhe ishke një kafeteri shumë e bukur edhe afër liçenit, veç kur erë mirë dita shqiptarë. Shqip. Po, edhe shumë diçka e bukur. Knasi e madhe është Astrid. Se është shumë, unë po mendoj, nashta kom gabim, po në të vend me hy aty, është kogja një farë sfide dhe nashta po thonë, ama ishë shumë knetësi. E vërtet është, kur ti shet shqiptarët në qas shumë që kanë përparu sidomos tash në mjeksi, kur pi vizitoj ka njerë, po shkoj me disa shokë që i kom doktora për këtë atin, që bile bashkë të IS Pharma që kemi edhe sponsor të tash për du me përmene edhe seg Stop, Eat and Go, food, ushqimin, që na bin një ushqim madhështor është. Do me thonë, a bin sot? Po, ma vonë edhe pak. Kina mi provu, ma sojna, ka një ushqim, një specialitet pa pam. Se kom ditë, për që ata në shpi apo hambuk ka shë se ka diçka të iliri. Ka diçka të iliri. Po, është Stop, Eat and Go, tash na bin. Edhe që ma e mira, për bashkëdhetarët tonë, për shembull kur s'kan ku me nejt, e kanë Erika Apartments në Dragodan, i kanë 12 apartmane fenomenal. Fenomenal Astrid këtu ku jemi. Është fenomenal. Edhe, dishta me dregu që kam qenë me një qytet i Vërdon, aty shkon të u bo një shfaqe. Edhe më larë me hy... I tregove qka je? Unë jo, e kisha ato ndimësin aty, se nuk... E di frangjishtë po jo, që me zhvillu muhabet, po me të keq nuk mes, po okej. E treguan që kam marrë për Kosovës e jam regjisor, e më futën proces. Thaka, pëse s'na lejot, ka shetë di, ka se të njëtat regla i kimi edhe në Kosovë, po ka shumë nuk pëdu me bengu, ka shvesh pëdu me... Po, si proces që përshkoj. Edhe që shkoj ke? Shumë... Jo, seriozisht jo. Tash me sa kam ujtë unë me kuptu gjuhën e tyne, ishin konë në proces të dritav. A dritav? Po, se kishin pas bo. Aktorët nuk i pash, nuk i e në skenë, e pash vesh skenografin, e kishin pas një violin shumë të madhe në skenë, diku një 3-4 metra i shkon e madhe, e u shike që rreth qasaj violinës u shtrinke ngjarja. Ishin konë të punu me drita, ndriqimin. Ndriqim. Po, s'kish pas kështu. So mendova mos i ke pa edhe aktorët me pas si qysh është. Nuk i kish pa. Ishin konë veç me ty testuë ndriqim. Duket Zvicran, Gjermant, kjo pjesa knena kur bojnë prova edhe në jetë ata, edhe kur bojnë seks e kanë diçysh pak me disiplinë, me kult, me çka është pak eron. Ma ndryshe pak. Pak ma slow. Po e kanë. Që ka dalë pak prit. Po, kanë që një dritë jo s'bën. Atë në jetë. E ndryshim. Na jem pak ma ndryshe, jem ma natural. Po. Jemi ma të gjinshëm në për situata caktume. Bëjmë zgjedhje, nuk e këshyem fort në ashta rregullat. Po. I thejmë, mirë po besoj që kjo një farë zgjuarësie prej dijes që i kena, se realisht pa diçka nuk mundesh e bashkë me thonë, jo, pe boje. A tu dhim të Neil Simon, autori vjetë vdish, e kemi punu një shfaqe i shmendur i katit 15. Kur e lexova vdish Neil Simon, thash, autor... Dish më, Astriti më sa ka punu më veprën tone, ma. Ka qenë, u kënë proces interesant, U kënë një proces interesant. Shumë. Edhe bitë gjitha që më ka lënë për shtypje qasja jote. Ma s'për mu të lutë. Jo procesit shfaqes. Kështu jashta? Që s'ta kom thonë, apo ta thonë tash. Ajde, thuje qka? Ta shpja thonë publiku të.
sa herë i lirë i ka në shfaqet në prova, unë e kom përqafë dhe ka pas energjinë pozitive, kjo s'diskutohet. Sa është ja po shëlir çabone, që asti që aty pak i kom do pa ligjona e mjella, i vadita që aty edhe tash imagjinata jeme thosha garante ka bune bashkët madhe. Dhe plantazh aty. Po kur shkova i kish pas një 5 rond. Po çaj. E çash mi dramatizoj kish e vadita e asi çashita ju cita ple. Halo dhe se dasa ditë veproj njëjtë. I teshi. Kesh i mora një 10 thos plete një unë, ishtash i qitre, nosa, këtë i të ku që kom jetë, ma dhe i mora qita plena, to e treqa, kur të këqysh aty të Tas tije. Tas, po, kur që. Ama, unë e përjetoj ato, Astrid. Okej, po, e kom kuptu ta. Por i na njoft ma mirë të na kom kuptu. Interesant se fillim, kur nuk e kom ditë që duhet mi plenose me këto, kur u kthej shanatun, zakonisht në për kafe të najtë. E tu pika pak aty. Shoqnimet. E bëj shaka pak, te pat ligjore. Kur dikin gjelpëna. Po dhe, kur veke pak të isha. Që tash pe di sakt se ku buni fare eksperiencë. Sakt kur te hanë fund produktin filloj me shijen edhe me adit pikaj për ardhje. Po e dele se rrive, sakt pe di. Pas kemë rrive. Po ekspert. Mara Astrid. Astrid ka zona pak për kinematografi. Me filma, a vesh da e pra po mirët për mdokët me filma. Apo mirë është ati ka pak? Unë realisht kom punu me filma, mirë po anën e regjisë nuk e kom punu. Ke asistu ma shumë? Po, kom asistu edhe çka kom asistu mas shumë ti kom asistu në skenografi. Se kogja e dua pjesë të skenografisë, kom punu shumë me mentor Berishën, edhe tash kemi punu në fund me filmin në Ikonit, që ka bo, edhe alo s'ka dal filmi, me është proces, e kështu që tash pi fund të shtatorit, e deri në fund të tetorit, më shkurt qatë tetorin i kena gjësysh, kena me fillu me një film në Macedoni, edhe ta shohim, bilet bashkë djemë thirën me këshyrë kontratën, apo për shtatë në letra. Ajde, kjo që e ka një risi dhe një befasi. Po, e ta shoh tash çka ka aty në letra dhe me këshyrë a me vendos ajo. Për shkak që nave kena vendosur që në fund afër mesit të shtatorit me pas festivalin e teatrit Sarek. Tash veç edhe keni edicioni 6 Po edicioni 6 edhe tash apo më pengon në proces të festivalit ajo që është. S'ma merr mendja. Që janë kërkesat e producentit. S'ma merr mendja. Qyre edhe filmi tash ka fillu mu zhvillu te na Astrid. Ka fillu me kuptu edhe e peshe dhe sa serialin me të e bo. Po. Sa filmi është të zhvillu. Realisht, Ilir, une zakonisht kur punu në për filma, dihet që jem konë mëra pa kamera, edhe gjithmonë nuk më ka interesu e procesi i kuadrimit e këtynëve të filmit. Edhe kum kuptu që nashta se dia kum kuptu drejt, mirë po dallimi i regjisorëve të teatrit edhe të filmit dallon se regjisorët e filmit unë po mendoj që japin shumë rëndësi fotografisë. Pamjes, po duket bukur, e na regjisorët e teatrit japin shumë përparësi lojës me të aktorëve. Po. E mu po më duket që pak ata pe neglizhojnë lojën e aktorëve mbrana në film. Po mshefin me kuadra, me kjo, avdin e po luftojnë shumë për fotografien, pamjen, po duket bukur, s'po duket bukur. E po menoj, do zoti që unë me gabu, që pak pelojnë onësh këtë lojën e aktorit. Po që tash të aktor, s'për na vynë as me lumo, që është duhet luj po del mirë. Po dhe se po, që tu është në ashtë të dallimi i teatrit dhe i filmit, se këta mujnë më të fshef në premje, në diçka kështu që në teatr, nuk po di me fshef, të në nuk ka prit edhe njëherë. Po shko në një, jo. Kur delu, primo abeti. Ta ka zoti shnetër. Si thot, po del, po qelen perdet, zoti është me ty, vazhdo. Unë e kryta, a ki pa unë, kërë patëm premierën, dola mrapa, s'ke një për qafa, thash, dej këtu, kone, jam ja tash. E juja, vazhdo. Esh mirë o konë. Mirë. Unë jem knaqë në proces kur kena punu bashk, e kena pas Botërin të Lumin, Arjola Demirin, Arbnore Nuhën, edhe Arta Lahun, i përgosë i katit 15. Ka që është faqe mirë, Astrid, për atë arsye thashtë folën pak ma shumë për këtë shfaqe, u konë interesant, puna, procesi, dite para, në erdhë Arjola për Shqipnis,
pa të mlu në Samir. Edhe unë njofta me Ariolën me një film që punova bashkë te Kurablecaj. E aty e takova Ariolën, edhe kemi pas punu bashkë, ne e përmenda si ide, thash kom një shfaqje për provim diplomës, thash kom Ilirin, edhe thash kom qef na me punu bashkë, edhe s'ka hezitu. Atë e pranoj, edhe shumë ke e kënaqur kur ndëgjoj që je ti. Dhe kur ai procesi atë kujtohet kur marrëm mas orës 2-3 natës provat. Tut, ma kena mojt online, ne kemi sot. Tala Ariola shkoi në Greqi. E u lidhshmi me Skype. Me Skype ti mojt provat pi Greqisë. Proces o kon. Ka qenë ajo fore kushtrim. Ajo kon kushtrim, edhe shpesh tash e patëm një pilot projekt me Ariolën. Po e pashtë do fotografi. Po e patëm e përmendëm sarën e parë kushtrim. E më kujtohet Gjina, vajza me dhe vajza e saj, Alesia. Vishin shfaqje aty në prova, o zot. E përmendëm duket edhe që s'kena mujt fort me shetit me shfaqje. Me shetitas, me zhvillu, këtë diçka na ndodhi si a ken po ta na fillove ti më angazhu me film, ku keni shku diku që keni xhiruar filmin Ilirikum. Po, e vërtet. Ai Ti që diçka ka ndodhur, po më kujtohet sa. Ajo na shkputi të me një farë forme, të na Ariola nisi më angazhuar në ka Shqipnia. Po. Edhe unë pak i ri si regjisor. S'm keni vlerësu shumë. Jo. Albe se e kryti provimin nuk kry. Po na kemi bërë më të shfaqje. Masave kemi bërë apet bashkë. Po, mas 3 muaj diçka ka rënë duket atë diçka. Kemi bërë apet me Fionën. Po. Me Anisa Ismailin. Po. Edhe aty buti ka qenë. Me Blerina. Blerina Labeati ka qenë. Labeati ka qenë me. Labeati, Anisa, ti, Fiona edhe Blerina. Edhe Blerina. Blerina, po e vërtet. Apëshe, çat pa thonë Ariola diçka, Astrid, për njerëz të martuar diçka që pa të përmeni, pa të shkel komën. Okay. E diskutojnë shumë çështjen e familjare, edhe Ariola që atyre pot një krizë. Kështu që ta na diskutojmë, jo ky po del me këto, jo me këto, ajo tha unë unë me djem dal, mirë po me djem të martuar nuk dal. Po. Ti komën në tavolin, deri na hangrum të martuar. Na skim blok të që dalim. Jo, na dhe me dala me del. Po kurgjë. Po, u kryma. Me prekin e komës në tavolinë u kryj gjithçka. Mara Astrid. Në kalzona pak për festival. Astrid, a keni zgjedhur shfaqje, a keni bërë komisione, çfarë shfaqje si vjeta kanë konkurruar, kanë Po, tregova që kanë konkurruar, mirë, por nuk kemi vendosur ala për cilat shfaqje për shkak që e kemi pak edhe me vendosur për datën e saktë. Se realisht në muajin shtator kemi gjithçysh, mirë po jemi ty kontaktuar me festivale të tjera për shkak që nuk po dojmë me qenë aktivitetet të njëjtën datë. Apo dinë se na nuk kemi çaq komuniteti i madh artistike me ndodh një festival në Soarek, tjetri mungon në Prizren, të njëjtën datë dhe të na po mungojnë edhe artistat me qenë prezent. Edhe këtë përgjësie ka pak Butrinti, që me diskutu me teatrë tjera ose me festivale tjera, për shkak që të koordinomi, që jemi shumë, të koordinomi pak me data, që unë me mujtë më artë ju me mujtë më artë na, dhe festivali realisht po bëhet për që të sen. Edhe jo po shumë festivali, besit, çdo qytet e ka bëhet. Po shqyqyra pra unë e kisha bëhe ala më shumë. Prime? Po asha zotin. Po na lumë. Po çdo qytet, jo hiç kurrë. Veç në të bëhet në të ka aktivitete artistike. Sa të mirëmi me tema tjera. Po sa të mirëmi me tema tjera, me vrasje, me apshe çdo ditë jo ndeshje, jo ajo, jo kjo, jo. Pse s'më mirëmi me tema të artit. E vërtet, po duhet me bëu edhe. Sa të rrim në për shtëpia me diskutu, mu përla me gruan, me fëmijë. Dil vlla, dil 3 ditë me bëu festival. Hajde, mu përla me gruan. Me shihni shfaqje në diçka, okay. Po sa ty do të më, po vjedhon e shfaq. Unë bëjë të shku. Me që kërë shumë bo gati, ka dalë të dira. Mire ki, pasha zote, mire ki. Ka qenë një sanë shumë interesant e lirë unë që kom vrejt kur ka qenë Shqipëria në kampionat evropian. Edhe kom vrejt këtë dalimin mes neve si shqiptarë dhe të hujve. Për shkak që të hujt i ki pa krejt me bira në dorë, me ka një gotë, ka një tas, ka një jaba. Neve në shqiptarëve në ki pa me familje. I ka pas 2 djemë dorë, shoqen, fëmijën, qafë. Këshyre? Aja se pas avrejt. Këshyre. Këshyri tifos shqiptarët sa familjar jenë tërgu, edhe këshyri tifos tjerë.
gjithmonë ka pas rreje mirë kur ka lyp Shqipnia asnjëherë. Gjithmonë kanë pas atmosferë, se këtë kanë në familje. Pasha zotin këto se pas na vret. Sidomos jashtë. Sidomos në përvendet për shembull të jashtë Gjermanie ku ka pas ata që ka shkuar Shqipnia, ata edhe është mirë me dalë na edhe me shfaqje jashtë. E vërtet. Me pas ndërgimtar tonë me pas shfaqje. Nuk po shohin, nuk po japin shumë, na më shumë. Na edhe na po gabojnë që s'po shkojnë, ndashta po paragjykojnë para se me shku. Jo, ku majt do stand-up tash isha në Curi, audienca ke këtë ndryshe. Qysh kom paragjykuar edhe unë vetë si lir me të thonë drejtën, Astrid, po ishte ndryshe. E me shfaqje nuk është keq me shku, nuk është ma merr mendja, s'po them gjeneratat e vjetra, po mesmet edhe rinia ma merr mendja që ka nevojë edhe din. Gjithsa kush e ka një ëndër më taku me bën një fotografi me ty. Të përcjell 24 orë nëpër TikTok ose nëpër Instagram, nëpër rrjetet sociale. Mirë, por nuk jo ka dhënë mundësia që na për shembull jeni aty ne të bashkë. Na diskutojmë, na bile e harrojmë atë pjesën e të qenit aktor ose regjisor. I diskutojnë problemet që po bëjnë, tjerët nuk na shohin këtë formë. Jo, e vërtet. Tjerët na shohin në formën në farformën një hidhuri me taku e këtë kapanat, ka kish me ty, u kënaq me familjen. Ka çefe me të pas nga. Ka çefe me të pas. Me këtë rrugë ndoshta edhe fëmijëve që ku ki lujt, apo din, se unë kam do mërgrimtar që janë jashtë, apo din, edhe kanë një herë kur jon ose me ty ose me tjetrin i thirrin telefon, ata kënaqen kur ta shohin. Që po rishtit me këto, apo din, mos u vjen interesant se dishni na rrim çdo ditë takohemi. Mirë, por për ata nuk është kjo çështje që na e kemi me zveti. Astrid, a beshe duhet me menu si logjik, duhet me kriju shfaqje edhe për ta, me shku atje, nuk është problem. Ti pas ke qenë në për teatro, ka shumë teatro që ma merr mendja që dhe lejojnë. Shumë ka teatro, për ato që përmend ti festival, atje afërsisht i bie çdo lagje me pas teatrin e vet. Po. Çdo lagje i bie me pas teatrin e vet. E vërtet. Tash para mënoti me shku me shfaqje piktuit, një shfaqje të mirë, një komedi të lehtë, Mirot Gavranit shkon kënaqesh. Pavarësisht me të shkputën me pak në të shohin edhe ata pak diçka më ndryshe se po e kum po pak se kanë jetën shumë të kufizuar, të kanalizuar në punë, shtëpi. Nuk kanë e ka një pushim për shembull shtunën, punon para ditë, mas ditë ka pushim, minzi pret më orë shtëpi, mushtrim me pushu që më bë gati për dilsha në ora 9 mbrëmje, u do ke që është ora 3 natës e 4. Kërkushiç. Po. Kush e shkon ti doba? Jo kena më shkuar nesër punë, jo na marr shkojmë punë. Ama na shkojmë punë me pushu. Ata Astrid shkojnë punë me punu. Po. Është vërtet, është jetë e vështirë. Tash para më nuk kanë aktor atje. Na që shemi Demela, që shemi një shfaqje 2 vjet pushojna, rrim me çat emocion të shfaqjes, ka dik çfarë. Ti kur të vjen, ka dalë se s'u ka ardha. Po, para më të sa punojnë ata. Po. Nuk është bashlet bukun edhe aktorat. Ja pet më mirë me punu ndërtimtari, pasha zotin po. Astrid, s'po di, ndoshta, po jo, prapë shkënaqësia bësh. Astrid, tregona pak a shumë për jetën tonë, Astrid. Për çaj ka bën që tash se jam ta vetë ka 2-3 herë, po duhet të nxjerr diçka. Ça përveç festivalit, përveç tash që kemi shkuar në film. Tash i lirë unë po mirësh më shumë tash me familja, po më duket, më shumë porrin me çik, me djalë, se po ti shoh edhe në për rrjetet sociale, tu i fotografuat me çikën, me ato, me. Po ti e din që unë e du fotografinë. E di që do, po për çfarë po të ves. Kështu që postoj mirë, po të thash për momentin një hap disa konkurse në për festivale të ndryshme këtu në Kosovë. Ferizaj, diçka kështu. E kum apliku me shfaqje, ta shoh apo më pranojnë, apo dojnë atë konceptin tem si çysh unë e shoh në realizim. Edhe tjetër kjo është çka kom punuar me tekstet që i kom reduktu, i kom adaptu, që nesër nëse mu jepet mu një mundësi për me apliku diku, që unë të paktën mos me gjyku veten pse s'kesh unë i gatshëm, se mu hap një derë ndoshta, e unë s'kesh i gatshëm me veten me punu për me aplikuar një mundësi tillë. Kom analizu vepra të mi, që unë e kumenu që du mi inskenu, e kështu që ta shoh tash çka po ndodh, për shkak që thash po përsërit në nashta edhe po kthejnë anko, fatkeqësisht na nuk po kemi në teatr në Suarek, se ndoshta angazhimi kishte në një farforme edhe më ndryshe, edhe kishim pas trupën tonë, edhe kishim punuar edhe më shumë se që jemi të punuar, edhe pse asnjëherë nuk kemi nal, pavarësisht çka ku, edhe shumë që interesant u takova me një person në Suarek, ko gjanë kohë, po ma vonë, çka je ti bu me bacin e thash unë jam regjisor. E çka ti punu? Ka shumë regjisor jam. Po, pedi, po çka ti punu kështu? Po. Se kështu që na pa punua me diçka. Edhe një punë tjetër. Ke qenë edhe në komunë ke punu diçka.
A je tu punu alo? Jo, nuk kështu, realisht në rrugë. Në rrugë, jo, vetëm kështu ke. Jo, kom qenë i angazhuar, kom qenë realisht kom pas një organizat që në Suareki kum pas organizuar këto dita ndërkombëtare kundër drogës, dohanit, edhe fushata sensibilizuese për tri, për shkak që mu largu pi rrugëve të këqija. Edhe kom qenë antar në Kryqin e Kuq, jam kon vullnetar, ku punu me ta bashkë, më shumë kum kontribu shumë për që kom marrë. Mirë, po realisht financiarisht familjare jam kon rahat. Po çajo po do të thonë me çush po bjeton Astrid, se është pak problem. Po i kom familjarët që po më mbështesin fatmirësisht. Livrit private. Po, fatmirësisht edhe kom një grua që po më kupton. Fatmirësisht. Ajo 2 herë livrit, ajo 2 herë Astrid livrit, si të kupton gruaja, kupton këtë bota. Po, kështu që nuk po mungon ajo për kraj. Çaj është me rëndësi, se por realisht nuk mungon për shkak që kanë pa që mënyrën teme që unë nuk pres për ty. Pavarësisht çka qysh tek, unë edhe shoqënive teme dhe një farforme kur punojnë diçka dhe ju ofroj mundësi që na me bashkëpunu bashkë. Ka një herë e di që farë buxheti kanë, i thom, nëse ki nevojë edhe kablla vi baj. Po. Veç me qenë në proces bashkë, me kriju diçka të mirë. Nuk e kursej vetën për asnjësa. Ato e di. Nuk e maj vetën që unë jam regjisor edhe më shkput me pas dallime prej Ilirit, se më si e këtu, po ta përmend emrin ose piti ose piti me nejt. Jo. Nashta ka një herë ajo modestia jam e uli e vetën, edhe e kuptoj çastin tonë, krejt mënyrën tonë se çka e 2 minuti për mua. Po unë se menoj atë. Okej, hajde të bëjnë diçka bashkë. Hajde të bëjnë bashkë. Astrid, kur do me na bëni film mirë, një film të madh diçka dini, se po çta po them, keni edhe pak njerëz goxha bizneset keni në Suarek të zhvillume. Kur do mi mbledh ata njerëz mi thon, hajde të bëjnë një film ç'është duhet. Se keni edhe besa dhe keni dhënë edhe në luftë njerëz atje të asaj pjesës. Po, Debra ka një temë shumë interesante. Ko me vet kur vjen. Po kur vjen. Ko me vet. Javën tjetër besoj që po. Po, du me pyet javën tjetër, dhe e mbra për se bra hajde javën tjetër gjithçysh. Dhe e mbra presëm. Edhe e ka një temë shumë interesante, është të lobue për na lehtësu procesin dihet për çka. Po për ata po them. Po, arti pa gjithçka ndoshta ekziston pa parë jo. Pa parë s'bën, Astrid, unë çta po them. Jemi logë lir. Me një farforme, jemi lodh të punu me atë vullnetin, me atë shoqnin, i kemi lodh nashta edhe shoqnin afër që i kemi afër. Po 25 vjet Astrid. Bash ty thon hajde që edhe çto se po shpresoj më mirë, apo hajde edhe çto po shpresoj më mirë, kur i kemi mundësitë, edhe i kemi bizneset, edhe i kemi gjithë ata që mund me qenë afër pak më një çështje pozitive. Po çashtu. E po besoj që temën e ka shumë interesante, është për luftë, është për një aksion, cëllin ka dalë dhe e brata të sharon. Me siguri. Dhe e bro, hajde, javën tjetër ka dhënë. Edhe vjen ai, kur si të thiri vjen. Veç edhe ti pak shtyje. Kur do me thonë veç po presi pak a shumë që ka me ndodhë. Po jemi proces, po du në farforme me dhonë fjalë, në kuptimin që ta me na dali pengese me Jo. Po menojnë për mirë. Po shpresojmë për mirë, jemi të punu për mirë, menimet i kemi të pastata, të sinqerta për me bë diçka për vendin tonë, se nështë edhe zgjedhja më mirë, unë kom pas shumë mundësi, unë tregova 2 vjet kom jetu në Zvicër, dhe kom mujtë atje mu stacionua më smar këtu. Po i lirë një sen. Kom thonë edhe një emision kërë nga bëkon bashkë të arta. Aha. Diçka po zjeta, çka ka pas diçka. Po të bashkë, po çashtë. I kom 2 momente shumë interesante të jetës teme që ka njëherë as muj me spjegu. Aj, pse është? Ka qenë një moment kur unë kom shtu në luftë. Ka të bëj me luftë. Ajde. Po, kur kom dalë anë në Kofinit se për shkak që unë kom qenë i vogël, që jo shumë i vogël, 9 vjet i kom pas. Po i vogël 9 vjet. Po, edhe më kalon familja këtu. Kosovë, veç veta? Po, për shkak që unë i kom pas babgjyshin edhe gjyshin nuk kanë dasht ata me dalë pi shtëpisë. S'ka dasht me shu shtëpi. Po, edhe babi më ka përqaf 2 faqet dhe më ka thonë titë, ndoshta është mirë na pak mundo. Për shkak që nëse vetëm ke një moment shumë i vështirë aty kur na rrethuan policia, edhe tha në bile dikush në shtap shtojnë ati je i vogël, rri me babën, se babgjyshit ku më thonë unë e babë, rabet i pashpirti, edhe tha rria me gjyshen. Momentit ashtu që i kom përqafu prind dhe ju më largu për tynve, ku marrë të shtëpia jame, babgjyshi dhe gjyshja kanë dalë për shtëpisë. Edhe unë kur hynë shtëpi, nuk është kërku shtëpi. Veç vet. Veç vet.
Edhe Ilir ideja para minove fëmijëve. Gjithë jam kon regjisor. Ti ke lidh regjisor. Që regjisor nuk bosh, po lind. Ilir në çato rrethona, unë më lidhsha në prabor, kofa dhe I musha me ujë, dhe I çosha në vende caktuara. Pse? Se kusha nashta menojsha mu fshef në tavan të shtëpisë, në kulum, e kum çu ujë atje kusha nëse kollat keni na poshtë, unë e shymi vendin tem këtu sa janë. Edhe ta na kum dal pse më stin është se jo ka po çe vedi. 9 vjet. Po, edhe kum dal në rrugë. Atëherë I kanë lëshuar se në fshatin ton ku unë jetoj, I kanë zonë diku një 50-60 burra, I kanë dopi grave dhe I kanë marrë deri orët e vona pi orës 7-8 çështu mëngjesit deri në orën 12 natës, I kanë marrë para murit shkollës, kanë dashur mi gra, për shkak që kanë prit më spundon një aksident në fshat se na kena pasur serb aty që kanë jetu, edhe që mi pas ata si mburoj që mi vra. Tanaj kanë liru e unë ju bashkangjit me ta. Me qatë grupin? Po, me qatë grupin, në kamion me ta, njoni të na I nifshat atë fshatit, që kime ti, ka qështu, unë ka marrë me veti, edhe kemi dalë me një kamion, edhe na kanë qute I kufi, kër kom dalë në kufi, e kom pa babgjyshin në ullët të një banderë të na prit neve si familje, për më arga unë I kom dalë I pare I pikrede. E kjo kon që një moment shumë që nuk mund kur një të në teme nështë ta me spjegu se që shukon ai momenti kur e kom pa unë e babgjyshin teme dhe kom këtë shkrune. Nëse dikur ka më marron zoti mundësin me bëu film. Film për të po thonë. Po, edhe është momenti tjetër kur unë e kom vendos më harë prej Zvicrës në Kosovë. Hajde. Është I njëjti sen që unë kur kom zhdyp në aeroport Prishtinës e kom një qatë emocion. Qatë shlirim, se më do këtë dyqysh qatë që I stresun ati, shkojsha nështë përnojsha me vlau, unë edhe kthejsha, përnojsha, snisha ka gjë I shpras një person, një tas I shpras pa ujë. Edhe kur ai momenti, këto dy momentet I kanë shumë, dyqysh unë ka një kur nalna me menu, edhe e ka përcej, nuk du nështë ta më këthyn atë. Qysh mund është tash për shembull në mënyrë artistike Astrid si regjisor që këto dy mi gërshetu, do me thonë Zvicrën edhe fëmiju 9 vjeç. Pa 9 vjeç, ati që do me thonë sot melon një fëmij 9 vjeç, të na një fëmij 15 këtë gjenerat që melon nuk din mu gjind. E lemo 9 vjeç. 9 vjeç më kanë lënë më në shtëpi me nejtë me babgjyshin edhe gjysh. Pa, fantastike. Dyqysh e kom krejtat fotografien kër unë përqaf babi edhe nona. Edhe mësi ka kuptu vlau kur ka një kanë ku Titi se unë thrasin Titi. Titi thiro me dhe na dhe shëshnia. Po Titi ka thonë kena lënë qështu të na kanë pas probleme tonë se ai ka dash më kthyje, më marrë me kështu po. E se kanë lënë. Po s'ka pas mundësi se veç fshati u përfshin flak. Po. E kështu e kom të shkruar gjithçka. Bravo. Gjithçka kur kom dalë në Shqipëni atje, imagjinoje 9 vjet I kom pas, edhe në atë kohë në Shqipëni e kom shkruajt me atë shkrimi gjysha me të shkrimit e gjysha me të shtypit, që kom pas shkrimin si 9 vjeqar, mirë po ala kom fletorën fotografinë e ka Leonardo DiCaprio. Qyqy. Astrid, to s'na ke kalzu kur edhe kur kena punu. Po, është sefte. Seriozisht. Kur nuk e kom diskutu me kërkon as në studio, ko pas mundësi. Na kena punu 2-3 shfaqje, kena punu edhe kena najt so se ç'tash sefte pe. Që jarë momentin. Si muhabet. Se kom diskutuar edhe pse kom pas mundësi ndiku në emisione tjera. Më kanë qitë këto, mirë por nashta nuk ju më koni gatshëm ose më ka ardhë që na me diskutu bashkë. Apo shë si emocion të Ilir Podcast u shpre Astriti me 2 emocionet të cilat I ka mojt që so vjetë. Është në momenti shumë interesant kër kom shkue prej Slovenisë në Zvicër. Hajde, po kena shenë me ditë dhe publiku ka shenë me ditë. Mos s'kallë, nështë mos për marru minitoshë. Jo, shpirti jam, jo më kepe, mua bet mbojmë sa dush. Ilir shkova unë e bona një vizë Slovenisë për me shku për Zvicër. Dhe më rrinë në Sloveni, më dojten ata, kur më rrinë aty në aeroport, më dojten mu veç. Veç ty? Veç mu. Që kë regjisor. Jo, më dojten edhe, tash njës të kalojshin, më këshyshin mu si UFO. Veç, shka bona, me sa si mirë shave, shka thoshin slovenisht. Okej, ishkon fjalla që u doshtë taj që më ka bo vizën mu, bërë me në nshkru aty. Për mu që po merë. Edhe ai më thirrën telefon, e kishin lajmëruar atë personin, po ma bona stit ska vi, jam të orë se që për çet punë, jam të majt të bllokun. Okej, u vanu pak, si zakonisht. Edhe erdhë, okej, mirë, më priti mirë, shku në shtëpi. Shku në shtëpi të ai personi dhe tha çtu son të kena me fjet, ishkeni podrum. Në shtëpi. Shtëpitina ai la podrum me fjet. Ishin edhe
punëtor të atina që punojshin me to. Slovena shqiptar. Jo shqiptar. Shqiptar. Po krejt shqiptar. Edhe tha që tu kina me fjetë. O, i lirë kërë boj 2 natës mini në për shtatë. Po drumo, kërë qova, shka o boba ata keshin, ata djept, ata ishin pas mësu. Ata e mësu me mini shpis. Vlavin, qatë ko, ka është kur bohën, ka është 2 motor, ka është ti këtu më gonë. Për dushe ka shumë për këthejnë në Kosovë. Qështu. Okej, vlau ishke në Itali. E shumë ofër. Edhe o morë, në ajta një ditë e vlau. Unë e sënimin gjëstë qysh me shku për Zvicër. Sikur ke shqiptar të astret. Po. Edhe vlau rribër këtu në Itali. Jo, Zvicër. Zvicër të e vlau, se i kom 2 vlazë. Të e vlau tjetër. Fatë mirësisht, aj ma nëzor atë biletën aty në Treviso, që ka shkon treni. Në për cilat qytete ka me kalu, edhe sa ushke sekondin. Më rejna i lirë pi Trevisos në Itali. Zbrita pi trenit, shka me zbrit, aty në Milano, apëtin, s'disha s'ko me nëzër bilet, ka me shku. O, i lirë në krye, një person e kom njoftë, që shqiptar. Shqiptar. Po që nuk është edhe qash problemi ma. Veç kërë kom afru, mirë dita, veç kom ka qëre. Mirë dita. Ku ti të qëmë shqiptar? Salin në farë. Ku ti të qëmë. Kalzoj që italiani. Ta është nuk ka rëndësi. Me rëndësi ka që i në shqiptar. Mu më të regu ku me nëzarë ka që një bilet për me shkue për Cyri. Tha, hajde mu. A që aty shkë në aparati? Pa jo, djesia unë kur s'pa ta dalë pi Kosovës. Ishte hera parë që auto shakaj me tren, edhe i vetëm, edhe rrugë gjata veta. Ishte hera parë. Okej, ma nëzor biletën i lirë, ma murë, edhe bo shumë asi, ishti një paret e vetas, unë kisha pak ma shumë paret, që u duke me i thuj paret, ishti një të vetat, shkum dana bletëm në do stinkersa, edhe ja dhash paret atina, edhe kur hypa në tren, mi nëzor ka një 2 era. Ka që vla që to ka maj për fatë. U kur një shqiptari Tropojes. Shqipëris? Po. Ka që 2 euro, ka së përkom ma shumë, ka që të maj ka për fatë. E ga lajkom. Qa po thume? Pasha që të natë, po. Edhe hypa i liën të rejnë. Ula. Pisho njerës po vinë, pja bon, apëtin numrin, unë e hispekshuj numrin ku nga... Ulsja aty. Edhe pisho krejt pja bon quse, unë e pithon, inshallah mu së më thotë se ku më shku më ullë, apëtin, kur pe këqyri i lirë, numrin 17. Kërë kom që kryen, numrin 17 isha ullë. Pa hiri? Po, ama tash numrin 17 e kom favorit. Apo? Po, me 17 ju më martu, me 17 ju më galin të vajza, me 17 tash kesh në Zvicër, numrin 17 e pata në aeroplan, edhe ja qova saj kolegës ta me Edinën, është ta njërë, sa jo Edinë këtë sanë, edhe ja qova biletën ta. Po, apo frigosh që gjdo sa më po do me 17 ka shjo. Pa. Edhe i lirë, shkom, inshallah në këmë të zgjatë. Jo, sa dur për kem kohë, okay. Edhe në tren, u takum aty, edhe njoni ishke Indijes. Afer meje, një 2 si disha. Njona u duke që unë kineze. Edhe ky Indijes, unë në iPhone e mojshë një aktore të Indijes aty në përbal. Edhe u kënë femna e 7 në botë që ka pas ndikim të njëzë për shkak të bukurisë. E Indijes lunë për filmat të Bollywoodit. Edhe unë kërë mura unë me hapa iPhone-in, a i po ma shej aktoren, edhe nisi me ma tregu historinë e saj. A ju martu me një burë, qështu i bukur e i mirë, edhe po ma bërë, prej ka i tje, pikëm pi Kosovës. Folë që anglisht me to. Kur ka këcu kinezja, Shqip. Qa thuma? Pasha ty po. Ka picëllit venë Kosovje, ka shpi prezenit. Unë e kom lokalin prezen bashdarane. Kinezja? Kinezja në tren. Qa thuma? Me ana me kinezën Shqipune. Basis ta ka po kinezja kom lidhe 17 maj. I shkon kur? Numri 17 i astetit. Po, edhe po, mirë, ajo gjatë rrugës... Gara 17 i ka pas. Diçka me 17 po. Ose numrin e komës. Prizeren ajo? Bashdaronë kam prezen. Edhe të na disha në kual lokali. Se e kuptosha që sot i rajt. Po. A vëdin, e disha sakt kual lokali, se unë jem qani. Ama Shqip? Shqip, Që sa vjet ajo? Bil, aty, pi luftët që u kry, aty... Aty jam. Po, aty. Edhe, okej, zbrita në... Cëri. Po shkojt aty një informacion, pi thom anglisht, one tiket e kështu, se tisha fort mirë anglishtën. Sorry, ka në andësat, largojë. Ta shu tutra, kjo tuta neve. Që kena ka metë. Qëtaj na metë edhe të vogël, na tuta. Ti u rrudë, zëtë. Edhe u largova pi Eranit aty, edhe pi ninja 2 shqiptar.
ty hec. Çto moshës tonë. Gjibenon ku marru shpinë, tash vllavi s'po ma din kërgjë. Gjibe ku je benon. Bre mo dok që krejtësi travo janë. Thash mirë dita gjash ka, mirë dita. Thash çështu më manzan një bilet, thash pizzeri, thash në Gjenevë. Ka e ti shku marr plumb, ka se di më ka këput krith. Thash studios. Ka të më qënë bileta. E kështu që ata na ma kanë gjetë biletën, më kanë gjetë trenin e nejtën ta, kisha kom me ta. Ama kërë i kom një gjibe në ku marru shpinë. E vlamis. Kule. Qyre kjo këtë zanati i grove mu anku, tash e kanë morë burrat edhe që ato, edhe burrat po anku, s'po ma din, E kështë u kanë një histori shumë interesant. Pastret si shumë interesant. Ama, ma fort akon kur më ka folë kinezja shqip. Ka që e... O, i se roket. Po bujnë vesht. Po ka dole. dole. Ka bota qa po do. Astrid. Na ke knosh, muhabet Astrid. Shumë faleminderit që gjete kohë me ardhë edhe na ke përmbush emisionin, besëm që jem knosh. Nuk folëm shumë për shfaqjen e dytë me Fionën e me këto, po e lojnë tjetër herë kur kom ju mbledh të treve, ty Butin edhe Dajembra. Ali vështë na mirë edhe Fionën me thirë kur të flasim për shfaqjen e edhe Fionën, gjithsesi kom e thirë edhe kur folim, edhe kom pas me thirë Suarekës, një regjisore keni pas. Sarandën, a? Sarandë. është mirë. Sarandë gjallë? Po mirë. Jo mirë, po së thuj po mirë, po mirë. S'kom qare pa thirë Sarandë. Është mirë me thirë. E vërtet, ka që ka zënë? Debra, hojde kur thirë i lirë. Debra kena me thirë. Astrid, give me five, man. Shumë faleminderit. Shumë seriozisht të kënaqja, faleminderit shumë për hapësirën edhe për kohën që na veç na këtu bashkë. Na ke kënaqur me një histori të mirë, moti s'kom kesh që ka shumë pasha zotit. Shikues të nderuar, kaç ishim me Astrid Bityqin, regjisorin të njoftur nga Suareka e nga gjithë Kosova. Faktikisht, ju lutem mos harroni me bë subscribe Ilir se po na vjen sa më shumë subscribe, me ndigju edhe share, edhe seg stop eat and go, yes Pharma edhe Rika Apartments, këta e kena sponsor, që s'po kena qare pa i përmen. Na kanë thunë që kena mi u pru pak boke, pak asie, pak topo, na bin kësmet prej sotit. Faleminderit.